Kolonel, mbetem tek ideja që në rast të Shtetet Bashkuara të Amerikës avancojnë, fjala vjen tek parajmërimi që ka bërë presidenti Trump, te infrastruktura energjetike, te goditja e centraleve bërthamore e tjerë, çka do të ishte një përshkallëzim jashtëzakonisht i rëndë. Si mendohet të jetë kundërpërgjigja e Iranit, sepse paktën me këtë luftën që filloi në datë 28 i befasoi të gjithë, ku fokusin nuk kishte më Izraelin, po fokusin kishte bazat amerikane dhe goditjen e vendeve të gjirit. Irani, pavarësisht është një vend kundërshtar i joni, jo vetëm i Shqipërisë, por në mënyrë të veçantë i Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu, me shumë zgjuarsi ka kuptuar që ka disa fuqi. Së pari, fuqia parë që ka ishte bllokimi, pra i asaj që ka thënë edhe ish presidenti Medvedev. Irani tashmë kuptoi që ka një forcë më të madhe se bomba atomike. Që do të thotë bllokimin e ngushticës së Hormuzit. Në minutat në vijim besoj që do ta elaborojmë edhe cilat janë kurset e veprimit Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe 6 vendeve të GCC-s për të krijuar disa kushte të tjera. Por që së pari, së dyti, kuptoj që pavarësisht fuqisë pasfidueshme, pa imagjinueshme, ajrore, detare, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit, përsëri doktrina, strategjia saj ushtarake asimetrike, luftës asimetrike, e bazuar në të gjitha elementet që i kemi thënë edhe herë të kaluara, e pamundson një fitore të pastër strategjike për sa kohë që nuk kemi dislokimin e të paktën 200-300.000 trupave në terren, gjë e cila do të rrezikonte më tepër jetën e ushtarëve amerikanë, do të rriste kostot e me radhë. Dhe së fundi, ajo që ka kuptuar Irani është dhe që ka zbatuar, pra duke dhënë një mesazh amerikanëve, që për sa kohë që ju do ta eskaloni konfliktin ushtarak, kudo që ju do godisni, Irani faktikisht dhe fatkeqësisht vërtetoi që në të gjitha rastet kur Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës eskalojnë duke godit objektivat energjetike, të naftës, të gazit, petrokimiket, infrastrukturoret, teknologjiket, në të gjitha rastet në mënyrë proporcionale ka goditur vendet e gjirit dhe Izraelin. Dhe këtu jo vetëm kompanitë e tyre, por në mënyrë të veçantë të gjitha investimet amerikane, edhe në Katar, edhe në Emiratet Bashkuara Arabe, edhe në Bahrein, Gjordani dhe deri në Izrael. Ndërkohë, kolonel, këto janë lajmet pa konfirmuara, po e lidhin edhe shkarkimin e sekretarit të flotës detare amerikane, zotit John Phelan, e lidhin me faktin sikur ai ka refuzuar që të jap kodet bërthamore, apo të miratoj, apo të konfirmoj kodet bërthamore të cilat Trump ja ka kërkuar. Këtu jemi në burime mediatike, të pa konfirmuara dhe mund të them edhe gati spekulative, por ajo që dua të them është mundësia një skenari bërthamor në rastin konkret dhe pse qarkullojnë lajme të tilla në media shumë prestigjioze. Absolutisht gjitha opsionet janë në tryezë, por për sa kohë që jemi aktualisht në këtë situatë që ndodhet sot, ky konflikt, nuk kemi në fazën maksimale të përshkallëzimit. Unë mendoj që opsionet Samson, siç e dini ju që janë pjesë e doktrinës së Izraelit, kanë qenë disa nga shqetësimet kryesore të analistëve më kryesor, më të rëndësishëm që ka bota, si opsione të fundit në rast se ky konflikt do të eskalonte dhe do të vazhdonte më gjatë, për shkak se diej që numri i sistemeve ushtarake të mbrojtjes kundërore të Izraelit dhe sasia e tyre gjendeshin drejt përfundimit. Dhe për këtë arsye, në rast se do të eskaloheshin sulmet ajrore
nga Irani mund të shkojë drejt një opsioni bërthamor. Unë e shikoj si shumë të rrezikshëm përdorimin e armëve bërthamore për shkak se përdorimi i armëve bërthamore, edhe për shkak të territorit shumë të madh që ka Irani, do të kërkojë përdorimi i shumë armëve nukleare taktike dhe përdorimi i armëve bërthamore do të krijonte kushtet që pavarësisht shkatrimeve të jashtëzakonshme që mund të sillte ai, Irani pastaj mundet që brenda një kohe të shkurtër të armatose me armë nukleare. Dhe kjo pastaj do të ishte e kundërta. Dhe kushdo që thot programi nuklear i Iranit është shkatëruar, ose gënjen, ose nuk ka informacion për mënyrën se si është organizuar, investimet e mëdha në këtë fushë për gjatë 30 viteve të fundit, në mënyrë të veçantë, të paktën nga 2003 deri në 2026, që janë 23 vjet, po ka filluar më përpara, 15 vite më përpara, cilësinë dhe aftësitë e SPND-s, që është organi më sekret në shtet, në çarç të krijimit të armëve bërthamore, pra Kaveri, mbulesa, është programi civil bërthamor iranian, ndërkohë Garda Revolucionare, Komanda e Hapësirës, drejton SPND-n, që është një program në cilin deri më sot janë investuar hiç më pak se minimalisht 400 deri në 600 miliard dollar, dhe shpenzimet 400-600 miliard dollar në programin bërthamor të Iranit për gjatë 30 viteve të fundit nuk korrespondojnë me së pari, me deklaratat që nuk ka interes për të bërë armë bërthamore, siç deklarojnë drejtuesit e Iranit, dhe së dyti me shkatrimin e saj për shkak se ishte shpërndar në shumë vende. Dhe faktet e inteligjencës janë që Irani, në rast se do tentonte për ta krijuar armën bërthamore, i ka të gjitha elementet, sigurisht ajo që ja ka ndaluar ka qenë fatvaja, jo pamundësia apo mungesa e ekspertizës. Pra fatvaja e Ali Khameneit. Që sot nuk ekziston për shkak se ai është person i azhësuar. Kështu që në këtë rast ka rënë ajo diga që e ndalonte formalisht Iranin të shkonte te bomba bërthamore. Dhe përdorimi i këtyre armëve bërthamore nga ana amerikane apo nga Izraeli do të provokonte një përshpejtim të tillë. Dhe së fundi, për t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj, nuk besoj që sekretari i flotës mund të guxoj të mos i japi kodet presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që nuk funksionon kështu siç e analizuat ju dhe siç thatë janë mediat. Sigurisht, si rumors quhen në gjuhën popullore, presidenti i Amerikës ka valigjen e vet dhe chairmani, shefi i shtabit përgjithshëm, i shefave të shtabeve të përgjithshëm të 4 komandave kryesore ka valigjen e vet. Nuk funksionon që çdo sekretar ka valigjen e tij. E qartë, kështu që ndërkohë kolonel, më bën përshtypje që Trump, kur shtyu armëpushimin, deklaroi që do ta bëjmë këtë si kërkesë që na e kanë bërë aleatët tanë që janë ndërmjetës në këtë negociat, për shkak se ka një çarje apo një mos rakordim, po them, edhe brenda vetë drejtuesve të Iranit. Si qëndron e vërteta se ka patur edhe një reagim të një përfaqësuesi të një zyrtarit Gardës Revolucionare që ka thënë që nuk mund ta lirojmë ne ngushtisën e Hormuzit nga Twitteri i një idioti, çka është interpretuar që ka lidhje me ministrin e jashtëm, por do doja të kuptoja si është situata në të vërtet brenda elitës udhëheqëse të Iranit. Pa diskutim që ka një përçarje, për shkak se Garda Revolucionare iraniane, drejtuesit e saj, për shembull, më lejo të citoj komandantin e hapësirës, Majidin, general Majidin, ose komandantin e përgjithshëm të Gardës Revolucionare, general Vahidin.
Ahmet Validi, i cili ka qenë ministër i mbrojtjes, komandant i forcave Quds para Qasem Sulejmanit, komandant ministër i brendshëm e me radhë. Janë njerëz të cilët njohin vetëm Mujtaba Khomeinin. Për ta komplet pjesa tjetër, qoftë presidenti Pezeshkian, qoftë ministri i jashtëm, se Garibafi, kryetari i parlamentit, është pjesë e grupit të përfaqësuesve të grupit të ashpër, të linjës ashpër. Dhe në të gjitha rastet kur ka pas probleme Ayatollah Khomeini, personi që ka shku të komunikoj me Houthit dhe personi që ka shku të komunikoj drejt për drejt në Beirut, ka qenë kryetari i parlamentit. Është një person me shumë reputacion edhe brenda Gardës Republikës, edhe brenda Iranit, politikës, pra struktura politike, edhe brenda Këshillit Kombëtar të Sigurisë Kombëtare. Dhe në këtë këndvështrim është keq kuptuar, është kuptuar sikur e kanë pas me presidentin Trump. Në fakt, referenca i bëhet Abbas Arakçit. Presidenti Pezeshkian dhe ministri i jashtëm janë dy persona të cilët për hir të vërtetës, pavarësisht presionit të madh që kanë nga Irani, janë dy persona të cilët do të dëshironin dhe kanë bërë gjitha përpjekjet e mundshme, po që të gjitha përpjekjet e tyre janë shkatruar nga Izraeli për t'i përmirësuar, për të krijuar kushtet apo për të përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, e fundit kolonel lidhet do largohemi pa nga lindja e mesme, por sigurisht këto pika shpërthimi dhe vatra shpërthimit luftës nuk është se janë aq të shkëputura nga njëra tjetra. Ndërkohë, ka ndodhur në vendet baltike, ka domethënë disa të dhëna apo disa fërkime, disa tensione që lidhen me faktin që dronët që shkojnë dhe godasin rafineri apo objektiva tjera në Rusi kalojnë nga tre vendet, nga hapësira ajrore e tre vendeve baltike, çka mund të ishte mund t'i jepte Rusisë një legitimitet për t'i goditur nesër. Duke u nisur nga fakti që nëse do kishte, që thonë specialistët dhe ekspertët, që nëse do kishte ndonjëherë luftë midis Europës edhe Rusisë, Rusia do ta fillonte këtë nga tre vendet baltike. Kjo që shikon pas meje janë avion, këto janë dronët, harta janë dronët nga rruga e dronëve, ndërsa pas meje janë para 4-5 ditëve janë ngritur avion bombardues rus që kanë bërë atë rrugën përgjat në detin Baltik, përgjat dhe anash vendeve baltike. Si e shikon mundësinë që në këto kushte ku ndodhet sot bota dhe në këtë fokus ku e gjithë bota i ka syt nga Irani, Rusia të bëjë një hap të tillë? Do t'ishte e vështirë, por retorika e tre presidentëve të vendeve baltike, në mënyrë të veçantë Estonia, Latvia dhe Letonia dhe Lituania, të tre vendet janë tre vendet më ekstreme, më edhe plus Finlandën, presidentin e Finlandës aktual, janë 4 vende të cilat kanë pas retorikën më anti-ruse. Me të drejtë, kuptohet, pa diskutim. Ndërkohë që ka kohë që shtabi përgjithshëm i Federatës Ruse ka përgatitur të gjitha planet e sulmit pa kontrollin e korridorit Suapi që njihet në pjesën e Lituanisë për ta lidhur me Baltikun dhe pastaj kapacitetet dhe aftësitë e ushtrisë ruse kundër ushtrisë Estonisë, ku 26% janë rus, apo të Latvias, ku 25% janë rus, se i ka dhe strukturat brenda, ka strukturat, ka opozitën, ka një pjesë të madhe të popullsisë, janë marrja atyre është bëhet në mënyrë të menjëhershme. Pavarësisht se kemi dislokimin e një brigade gjermane e disa aseteve tjera. Por sigurisht, marrja e kontrollit të tre vendeve baltike do të provokonte një luftë me NATO-n. Dhe Putini, në mënyrë të veçantë Putini, nuk është as budalla sa të mos kalkulojë rrezikun e
e riskun e rreziqeve pra. Dhe në këtë këndvështrim duket që kjo situatë po përshkallëzohet për shkak se hemorogjia që po i shkaktohet ekonomisë dhe infrastrukturës energjetike ruse si pasojë e përdorimit të hapësirës ajrore të këtyre mund të provokonte sulme ndaj këtyre vendeve, po jo një pushtim. Dhe nëse do të kishte një pushtim, vetëm në rast se do të eskalonte nëpër masa të paimagjinueshme konflikti në Iran dhe do të kishim një konflikt pastaj tjetër në ngushticën e Tajvanit. Pra, sulm i Kinës për marrjen e Tajvanit, që do ta kishte të pamundur angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për ta përmbyll, në situatën që ndodhet sot NATO, pra po flas për pjesën europiane, akoma nuk është e gatshme për të përballë në mënyrë masive me një konflikt kundër Federatës Ruse. Aq më tepër që sot forca më e madhe e NATO-s dhe Bashkuara të Amerikës akuzojnë NATO-n që i ka braktisur dhe i ka prerë në bes në raport me ndihmën që duhet i jepte në lindjen e mesme.